mendoj që çështja e propozimit, ose më mirë them kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës për ta propozuar një emër, nuk mund të domosdoshmërisht të shihet si propozim i një emri me librezë partijake. Mendoj që këtë e ka saktuar në qëndrimin e tij edhe zoti Hamza, kur është deklaruar që ne nuk kemi propozuar, në fakt ne nuk kemi propozuar emër sepse s'kemi arritur fare deri tek propozimi. Nuk kemi marrë mbështetje për ta propozuar një emër. Pra, është folë për parime dhe kemi kërkuar që paraprakisht të dakordohemi që presidenti të zgjidhet si propozuar nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, të jetë një emër, një figurë e dinjitetshme, që do të jetë brenda strukturës, dhe mund të ishte krejtësisht jashtë strukturës, që i ka atributet dhe kualitetet cilat duhet të ketë një president. Pra, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka kandidat, sepse nuk mund të ketë kandidat përderisa nuk kemi pas përkrahje për propozimin tonë. Më duket Po në rregull tim. Po më duket që jam e qartë, prandaj ka qenë e kohët që... Zonja Delio, a është më mirë për Kosovën të shkojnë zgjedhje të reja? Dëgjoni, në rrethanat cilat janë kriju, po e them përgjegjësia për rrshitjen e vendit drejt zgjedhjeve të reja i takon partisë që ka marrë numrin më të madh të votave. Në këtë rast